Krenar Gjaferi nga Lidha Demokratike e Kosovës, knatësimet pas studio, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën dhe përshëndesim i gjithë ata që po na shikojnë. Zoti Gjaferi, aktualisht kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe presidenti i vendit Vjosa Osmani janë në Amerikë. Ndërkohë e kena pas një vendim të Shtetet Bashkuara të Amerikës që e pezullon dialogun strategjik me Kosovën. Realisht Amerika mas një 30 vjetë na kthej shpinën. Qa pret për shty në vizita të Kurtit dhe Osmanit në SHA? Po, ne jemi në një situatë rënd politike, cila normalisht e reflekton situatën edhe zhvillimore, ekonomike, e reflekton në situatën e institucioneve të Kosovës që janë në krizë, e normalisht këtu hynë edhe partneriteti jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet Evropiane. Kur Kosova nuk ka qenë ma në krizë si politike, e kjo normalisht përkthehet pastaj edhe me të tjera që i përmenda, e këto vizita unë kujtoj që nga njerë kur po hub topi gjithkond kryeministri pe gjen një rrugë për me dalë prej kësaj situate, po atje do duhet të takoheshin krert e institucioneve, jo të takoheshin qytetarët, sepse ata mund t'i takojmë gjithë ne. Unë kujtoj që në relacion me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne do duheshim të kemi një kujdes t'jashtëzakonshëm, sepse sot ku jemi këtu, si në vitet e 90-ta kur ne kemi pas partner strategjik, partner në ecjen tonë përpara, kemi pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si në kohën e luftës, ku ka qenë një partneritet si me krahun e presidentit Rugova dhe ushtrisë lirimtare të Kosovës, si në kohën e shpalljes pavarësisë Kosovës, gjithë ky proces ka qenë në një koordinim të plot me ta dhe komplet pjesa e proceseve pas pavarësisë pra në njohjen e shteteve. Domthonjë ky kontribut i Shtetet Bashkuara shumë i veçantë dhe është rujt. Partnerët duhet të ruhen, jo të fyhen, jo të krijohen situata të tilla që ky nuk pyetet sepse atje nalt secili përfaqësues i Shtetet Bashkuara, pra edhe ambasada e Kosovës, edhe zotri Grenell që ishte në një fuqi jashtëzakonisht madhe dhe sot ka fuqi të madhe në relacione me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të gjithë i sulmonte sepse nuk shite, si me thonë, bashkëpunim, sepse nuk ka pas bashkëpunim zoti Kurti me këta partnerë tonë strategjik e jetek për vendin tonë. Në këtë kontekst unë e shoh edhe këtë vizitë e cila është. Tash unë menoj që ne... Zotë Gjaferi na kthej shpinën Amerika mas sa vjete. Ata e përmenden për herë të parë për shkak të veprimeve të Albin Kurtit. Pa asnjë diskutim. Shiqani, skena politike në Kosovë nuk është rastësisht në një situatë të tillë në cilën e jemi. Pse po them? Kjo nuk vjen për një moment. Domethënë kur ti në krejt rrugën tënde nuk e sheh të udhës një koordinim me vendet të cilat ti e ke edhe këtë momentum politik e kemi për shkak mos koordinimit me shtetet evropiane. Ne ishim në një situatë politike të negociatave edhe me Serbinë, edhe gjitha këto procese normalisht do duhet të ishte një situatë nështë pak amortizuese në kontekst të zgjidhjes problemit edhe politik që kemi me ta. Kur ti krijon vetëm populizëm në filozofinë tonë politike, atëherë problemet politike i ketë dera, sepse ti nuk ke qasje të zgjidhjes probleme, po e sheh vetëm aspektin populist të problemit në cilën je. Dhe pikërisht këtu kemi ngecjen e madhe. Unë kujtoj që zoti Kurti kur në karrierën e vet politike nuk ka qenë unifikues, nuk ka qenë bashkëpunues, gjithmonë ka qenë kritikues dhe i ashpër, si me thonë, me gjithë secilin, e normalisht që kjo është e papranueshme sepse në politik duhet nganjëherë pa kompromis, duhet respekt të figurave të cilët të kanë pru ty në shtetin tënd, realisht në një situatë të tillë, dhe ne normalisht që krejt kjo është reflektim i ecjes zotit Kurti prej fillimit deri në fund. Na e njohim zotin Kurti si në kohën e viteve të protestave, deri në kohën e sotme, kur nuk ka qenë një person i cili ka mund me ul gjaknat
me kriju një filozofi të ecjes përpara, si në aspekt ekonomik, si në aspekt politik, në aspekt zhvillimor, por gjithmonë ka qenë konfrontuese dhe pikërisht ky moment është në të cilën sot jemi karshi komplet angazhimit të vet politik. Për disa kushtimisht të thëmë në këtej shpinën Amerika zoti Xhaferi, keni paralajmërim se SBA do të nisin dialogun strategjik me Serbinë. A nënkupton kjo se SBA gjeti një partner që është Aleksandar Vučić, të cilin kejt e njohën, paralajmëroj që do të nis dialogu përderisa me ne e pezullojnë. A janë këto veprimet të kësaj qeverie që me gjetë një partneritet dikun tjetër? Unë menoj që damin cilin e kemi prej qeverisë Kurti ka me vazhdu, sepse ky dam në të cilin jemi në çdo relacion edhe me partnerët tonë evropianë dhe partnerët tonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka me pas kosto jashtëzakonisht madhe. Ne jemi në sanksione përveç Shtetet Bashkuara, ne jemi në sanksione evropiane. Domethënë ti sot je në sanksione ekonomike, sepse nuk të sheh si partner në ecjen tënde. Si mund të ecim ne përpara kur nuk ki si me thonë partner në ecjen përpara, dhe kjo është problemi jashtëzakonisht i madh. Unë kujtoj që politika në Kosovë do duhej të qetësohej, edhe pikërisht për këtë arsye ndoshta kemi pas edhe idenë e një qeverie të përbashkët, sepse skena politike e pikërisht synimet kryesore të lëvizjes vetëvendosje kanë qenë në këtë pikë ku skena politike të përçatë, të shpartallohet në kontekstin e ndarjes politike, edhe lëvizja vetëvendosje në këtë teren e gjen veten më së miri. Por Kosova, ku është sot e 5 vjet, është në regres të çdo situate. Dhe ndoshta kjo qeveria e përbashkët cilën e kemi propozuar ne, ku liderët politik nuk do të ishin pjesë e qeverisë, pra me marrë në dorë ekspert të fushave, unë kujtoj që ndoshta ka qenë varianti më i mirë për dalë prej një situate në cilën jemi, për të reflektuar partneritet me Shtetet Evropiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për të vazhduar proceset përpara. Pa këto pika, ne nuk mund të ecim përpara. Nuk ka ecë asnjë vend pa partneritet, sepse e dim në situatën në cilën jemi. Nganjëherë edhe kjo pjesa propagandës edhe në Shqipninë komuniste me i ndëgju brenda, ata e kanë pas një zhvillim të jashtëzakonshëm, por kur sheh prej jashtit Shqipnia në kohën e komunizmit, përveç propagandës, asgjë tjetër nuk ka pas. Në këtë kontekst unë kujtoj që kjo frymë e propagandës do duhej të bente, do duhej të fitonin forcat cilat e shohin vendin në partneritet dhe e shohin vendin në koncept zhvillimit ekonomik, në partneritet të plot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet Evropiane. A ka më keq se ne pas sa viteve të luftës, ne sot t'i shohim amerikanët, në këtë kontekst unë pesho edhe zotin Kurti, si jo partner në ecjen tonë. Kjo është shqetësuese, është një shqetësim jashtëzakonisht i madh, por normalisht që kjo është forcat politike të cilat me këtë mendësi po ecin përpara. Ka edhe një vendim të Bashkimit Evropian, zoti Xhaferi, që nuk e takojnë kryeministrin në detyrë në zyrat e ndërtesës së qeverisë, në kryeministri. Pse kjo, sipas LDK-s, pse ky vendim i zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian? Po, unë kujtoj që pikërisht mos respektimi i institucioneve që janë të pavarura, si gjykata kushtetuese, sepse kemi një qeveri që ne do duhet të ishte në kuvend, jo në qeveri. Kemi një qeveri e cila realisht nuk e respekton vendimet e institucioneve të pavarura të vendit tonë, dhe normalisht që kjo ka kosto përveç politike, pastaj edhe normalisht ekonomike e tutje. Dhe krejt ky diskurs që është duke ndodh në kontekstin edhe të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara është pikërisht për shkak kryenësisë politike që ka lëvizja vetëvendosje. Unë kujtoj që është shumë e lehtë nëse kthehemi me dy kam tokë
mendojmë racionalisht edhe zgjidhem problemet racionalisht. Pra, nëse ti respekton vendimet e gjykatës kushtetuese, e zgjidh problemin e kuvendit, do të thonë shiqeni bota në çfarë situate politike nganjëherë është, ne ende mirremi me konstituimin e kuvendit dhe problemet me cilat ndodhemi. Gjermania në kohën sa ne ishim ka pas edhe ata zgjedhje kanë pas. Për një muj ditë e përmbëllën procesin politik, zgjidhen organet e veta dhe fillun ecën përpara me problemet ekonomike, sepse kështu duhet me mendu në një botë normale, demokratike, po jo në një situatë të cilën e ka pru zotri Kurti, edhe kjo situatë normalisht është e papranueshme, nganjëherë edhe fitoret e mëdha krijojnë situata të tilla sepse krijojnë arrogancë, sot secili gati shumica e këtyre ministrave që nganjëherë po dalin edhe për kryetar komune, arrogancën e kanë pjesë natyrshme të pushtetit, sepse numrat e mëdhaj krijojnë edhe situata të tilla. Është edhe kjo arrogancë e cila po krijohet, po është edhe në drejtim të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e normalisht që është e papranueshme. Unë mendoj që secili politikan është shërbys, nuk është person i paprekshëm. Më kujtoj që pikrisht këtu është edhe një format i edukimit politik, sepse duhet të mësohen që është përgjegjësi politike, po nuk është ajo një angazhem i cili ty të sjell, si më thon, kreneci, kokforci edhe mos bashkëpunim me. Unë në krejt këtë diskurs timin që po e them, unë kujtoj që bashkëpunimi, koordinimi duhet të jenë në funditës. Kosova ka pas situata të vështira, prej viteve 90 deri në kohën e mas luftës, dhe mas lufta ka qenë normalisht e vështirë, sepse është dashur një angazhim jashtëzakonisht i madh, edhe krejt ky proces është dashur që sot tjetër mendësi politike. Pra, duke pa të kaluarën, ne duhet të mushemi me energji të mirë, duhet të mushemi me një kompromis, me një koordinim të plot për me ecë përpara, jo me këtë mendësi cilën e ka pru lëvizja vetëvendosje, dhe normalisht që pasojat i kemi sot edhe në relacion me BE-n, në relacion me Shtetet e Bashkuara, po edhe me ekonominë tonë, sepse sot jemi në një krizë thellë ekonomike. Sot parja publike ka 2 vjet që nuk ka dalë në funksion. Edhe me çka mirret zoti Kurti, mirret me këtë pjesën e populizmit të 100 euroshit, i cili realisht kur e përkthen në aspektin ekonomik është zero investim. Sot shumica njerëz orientohen ndoshta me ble patundshmërinë në Shqipëni, edhe nuk orientohen me zhvillu vendin, sepse nuk peshohen si potencial vendin, sepse as vetë qeveria nuk peshe zhvillimin ekonomik në Kosovë si potenciale. Pikrisht kjo është problemi të energjisë, shtrajtimit për bizneset dhe plot arsye të tjera. Zoti Xhaferi, momentalisht po them kushtimisht, kuvendi është në pauzë. Gjykata kushtetuese duhet të dalë me një aktgjykim para datës 30 shtator. Nuk e di cili ka me qenë aktgjykimi, po besoj që do të jepet e drejt listës serbe si grupi më i madh në kuvendin nga komuniteti serb, që ta ketë nënkryetarin e saj. A beson që do të jetë kështu aktgjykimi i gjykatës? Une edhe pjesën e kuvendit. Kjo pjesa e kushtetuesës do duhet të ishte zgjidhje problemit, jo, si me thonë, krijem e situatave bllokuese në kuvend. Por normalisht, krejt kjo është kthehet në kuvendin e Kosovës te partia e parë, e cila realisht duhet të zgjidhë problemin me kompromis, duhet të ulej, jo me arrogancë të trajtoj problemin, po të ulej, të filloj zgjidhjen e problemit në kuvendin e Kosovës. Shiqeni ne prej shkurtit deri sot, sa muaj kanë kalu. Domethënë është diçka që me të vërtetë është e papranueshme që ende nuk është konstituu kuvendi dhe ende nuk i kemi të konstituuar organet në nivel vendi si qeverinë dhe ministrit e caktuar. Unë partia e parë fituese që ka dalë lëvizja vetëvendosje. Është mos vullnet i lëvizjes vetëvendosje. Pse po them këtë? Po të kishte vullnet politik para 4 vjetëve, atëherë para 4 vjetëve ka konstituuar kuvendin, i ka konstituuar edhe nënkryetarët e kuvendit,
edhe e ka fillu realisht pozicionin e vetë si kryeministër në qeverinë e Kosovës. Pra ka ekzistu vullneti politik, i pari e ka zgjidh problemin e ngërçit, nuk e ka pa atëherë problem pjesën e nënkryetarit sërb, por e ka pa, si me thonë, ecjen për para, edhe normalisht i ka pas numrat për pjesën e qeverisë edhe ka vazhdu tutje. Arsyeja që nuk i ka numrat, zoti Kurti, dhe nuk don ta qeverisë vendin me dikon tjetër. Kushtimisht për thonë pak i dhënum, që nuk i mur 500.000 votë. Po, unë menoj që pikërisht problemi është lëvizja vetëvendosje. Në kuvend, nëse LDK-ja nuk ka dash me hi në koalicion, ka partitë të tjera. Do më thënë menismën, deri e krijante situatën politike, pra ka edhe nga pakicat jo sërbet, cilët ende nuk janë ftu, edhe zgjidhet. Unë si me thonë, po ta kishte LDK-ja këtë fuqi politike të vendit të parë, ne sot do të flisnim, nështë do të kishte takim kryeministri LDK-s me presidentin Amerikan, sepse kështu ka ndodhur gjithmonë, kur ka qenë LDK-ja në qeveri, atëherë ka ndodhur edhe takime me zotin Hoti, me presidentin Sejdio, me presidentin Rugova, pra një relacion i jashtëzakonshëm dhe vetëm kështu ne mund të ecim përpara. Pikërisht këtu është problemi, pra s'ka vullnet politik, lëvizja vetëvendosje për me lëviz këtë ngërç politik, e sheh komoditetin e vet në pjesën e qeverisë, edhe normalisht që ndoshta këtu kam mendu që gjykata kushtetuese do t'i jep fuqi shumicës në kuvend. Jo sikur të zgjedhja e qeverisë, sepse vetëm kështu do të kishte, si me thonë, angazhim të madh të parit për zgjidhjen e problemit, sepse kur e shen një konkurrencë, për atë arsye dhe konkurrenca është e mirë, atëherë fillon me u përpjek me zgjidh problemin edhe me dal prej situatës. Ne krejt pozicionet politike nuk mundesh me i marr, nuk mundesh edhe kryetarin e kuvendit, edhe kryeministrin, pastaj edhe presidentin, edhe çka duhet me marr partitë të tjera. Domethënë në këtë kontekst unë kujtoj që nuk e njeh gjuhën e komunikimit zoti Kurti, edhe normalisht kjo situatë në cilën jemi e ka pru edhe situatën politike në këtë pikë të një ngërçi komplet politik. Viti 2025 shkoj. Do më thënë, shkaj edhe me veti humbën, po edhe 2024, ka qenë në një krizë të madhe politike në be. Unë kam qef kur flas, kam qef me qenë real, edhe kemi pas një takim si Komune e Prishtinës me kryeministrin Kurti në zyret qeverisë. Edhe mendësia të tilla politike që e karakterizojnë zotin Kurti janë shqetësim për mua. Nuk muj me imagjinu që një kryeministër për një unazë të Prishtinës, që është 210 milion, 85 milion donacion për 210 milionëve, edhe në takim na thotë që i mshon karrikës kështu me dorë, thotë që ata që më kanë pru mu këto janë shumë të lënduar për humbjen në Prishtinë dhe nuk bin dash me vullnetin e tyre. Do më thënë, një 85 milion donacion nuk është në gjendje me nënshkru, sepse nuk bjen dash me vullnetin e aktivistave të vetë. Në falë, kjo është vetëm, nuk di qësh me spjegu, as populizëm nuk ka, sepse në fund të ditës, kujtoj që gjanat duhet të reflektohen në teren. Po të ishta në vend të kryeministrit Kurti, pa asnjë diskutim, një përkraje jashtëzakonisht madhe, sepse Prishtina nuk mundesh me fitu ti duke e pengu. Mendësit të tilla janë jashtëzakonisht shqetësim, kur ai e bën për unazën e kryeqytetit, kur ai e bllokon një donacion 85 milion euro për unazën e kryeqytetit, për shtetin tonë, atëherë ai normalisht është në gjendje ku me ditë çka me bo, vetëm për pojena politik. Këto mendësi, unë po flas për diçka praktike, por këto mendësi janë papranueshme, sepse ne jemi vonë me investime. Jemi vonë, normalisht që në Kosovë është investu, edhe nëse merë prej periudhës luftës deri tani, ka investime të jashtëzakonshme, ne kemi ndoshta përveç plagëve cilat kemi pas plagë personale gjatë luftës që janë të vramë
edhe pjesa tjetër maltretime e dhunime, pjesa tjetër e investimeve Kosova nuk e vren në kontekstin ekonomik këtë pjesë. Shiqeni Bosnjën, shiqeni vendet tjera ku janë pas luftës edhe me ecjen ekonomike. Por kjo situatë në cilën jemi, me këtë mendësi politike në cilën është zoti Kurti, unë menoj që ne edhe këtë pjesë ekonomike e kemi stagnu e që normalisht nuk duhet të ishte e tillë. Pavarësisht aktgjykimit të gjykatës kushtetuese zoti Xhaferi, a beson se lëvizja vetëvendosje do të respektojë atë aktgjykim? Po nisem me gjuhën që po fol lëvizja vetëvendosje ndaj anëtarëve të gjykatës kushtetuese dhe disa vendime tjera që nuk janë respektuar nga lëvizja vetëvendosje. A beson që kanë me respektu? Shiqeni, ata e kanë një parem, lëvizja vetëvendosje, që nëse je me mu je i mirë, nëse si je me mu fillon linçimi. Edhe në këtë pikë është e papranueshme. LDK-ja prej gjykatës kushtetuese i ka ra një qeveri edhe një president. Pra ka ra qeveria Hoti, ka ra presidenti Sejdio. E normalisht që të dytë e kanë respektu edhe nuk kanë linçu asnjë gjykatës në gjykatën kushtetuese. Njëjtë gjyqtar kur i konvenojnë lëvizjes vetëvendosje, fillojnë me ose nuk i lëvdojnë, po e lojnë të lirë vendimin. Kur nuk i konvenon, fillon me emra, me mbiemra, linçime publike, sepse ne jemi vend i vogël. Secili realisht e njohim një tjetrin, edhe normalisht që ne linçimet mund t'i kemi në xhep për gjithë secilin, po në kujtoj që ne duhet të ecim përpara pa linçime publike, pavarësisht a na pëlqen vendimi apo jo. E kjo është çka e karakterizon lëvizjen vetëvendosje, është e papranueshme në këtë pjesë. Vendimet e gjykatës kushtetuese, sidoqofshin, unë thash më herët, domethënë do duhej që t'i jepte fuqi shumicës në kuvend, edhe kur ti nuk je me pas ngërç në pjesën e kuvendit, por pavarësisht çfarë janë, do duhej të respektoheshin, sepse janë institucionet të cilat janë të Republikës Kosovës, pra shumica janë shqiptar, dhe normalisht unë besoj që secili prej tyre përballet me pjesën ekonomike, po pjesën profesionale e ka përtej situatës në cilën jemi, dhe do duhej që vendimet e gjykatës kushtetuese të respektohet. Me vedijet plot, lëvizja vetëvendosje nuk e ka respektu vendimet e gjykatës. Do më thëmë, po ti kishte respektu, ne do të kishim sot kuvend, apo nëse nuk do të prodhoj situata në kuvend me qeveri, do të ishim zgjedhje të jashtëzakonshme, ndoshta edhe me zgjedhjet komunale. Por, sipas gjasës, kjo situatë ka me stagnu deri te zgjidhja e presidentit. Unë ashtu edhe pesha dhe nuk që i bjen dikon në shkort vitit tjetër, edhe pa asnjë diskutim që ky proces ka me shku në një proces zgjedhor, sepse vetë forcat cilat janë po shihet që në këtë nuhatje politike është në dëm të interesit vendit, është në dëm të interesit vendit. Pra miliona tjera të derdhura, normalisht një situatë zgjedhore me lëvizjen vetëvendosje më adopt, por me forca politike më të forta këto që janë, por prap në një situatë të tillë politike ku prap duhet të ishte kompromisi, do duhet të ishin zgjidhjet politike, sepse tani me presidentin të duhet të ishin 81 deputet cilët e votojnë presidentin, apo në sallë do duhet të ishin 81 deputet. Atëherë LDK-ja ka qëndruar në sallë për hir që mos shkojnë procese zgjedhore të njëpasnjëshme, por të zgjidhim pjesën politike. Pra, ne kemi bë përtej një interesit ton personal, sepse normalisht kundërshtarin më të madh politik e kemi pas presidentën aktuale, dhe e kemi, menoj që me mendësinë që edhe në relacion me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ne në këtë situatë që jemi, do duhet të reflektonte presidentja edhe për situatën në cilën, sepse është përgjithëse, edhe në relacion me Shtetet e Bashkuara, Shtetet Evropiane, edhe në situatën në cilën jemi, por kur nuk e ka pas, sepse gjithë po kalkulojnë politikisht për një situatë e cila vjen politike. Kjo normalisht që liderin nuk e shes si lider, por e shes si kalkulant në relacionet politike. Megjithatë, kuvendi nuk është konstituar ende, zoti Xhaferi, por e kemi kryetarin e kuvendit dhe nënkryetarin. A habite për i propozimit të lëvizjes vetëvendosje për Tim Albashën? LDK-ja sigurisht se nuk e votoi. Po pse
vendosi, lëvizja vetë vendosje me kandidu dhe sot e kemi në krye të kuvendit Dimal Bash. Po tash po kthehemi, LDK-ja është institucionaliste. Do të thënë thjesht unë mendoj që zoti Basha është përfaqësuesi më tipik i kuvendit për lëvizjen vetëvendosje dhe normalisht që është antari i kuvendit, pra edhe mundësia për me qenë kryetari i kuvendit ka qenë sepse është pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. Tash po kthehemi në anën politike, nëse i shohim deklaratat e zotrit Basha, edhe pikërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shqetësuese. Unë shpesh qarkullon në media ajo deklarata që pse ne duhet të jemi në State Departament Amerikan, pse shohim ne Shtetet e Bashkuara si zgjidhje për Kosovën, ne duhet të ecim vetë. Ecja vetë, pa partner, pa meq, do më thënë nuk mund t'i qelë dyrt e zgjidhjes problemit të Kosovës. Në këtë kontekst është shqetësimi jam, sepse mendësit të tilla politike po mbizotrojnë në lëvizjen vetëvendosje edhe në skenën pastaj në skenën politike. Unë kujtoj që nuk duhet të kishte politikan i cili nuk e sheh vizionin e ecjes përpara me partnerët tonë strategjik, sepse ne sot këtu ku jemi, si në vitet 90-ta, si edhe njerë po e potencoj, si në vitet e kohës luftës, si në kohën e pas luftës, si në kohën e shpalljes pavarësisë, edhe si në njohjet e shteteve që na kanë njoft, janë krejt me një partneritet shumë të fuqishëm me shtetet mike dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do më thënë ti nuk mundesh me hudh krejt historinë për mas dhe për me pa vetën si pjesë, si nyje e zgjidhjes problemit. Unë në këtë pikë unë kujtoj që është problemi politik edhe në cilën jemi, e pa dyshim zotit Basha është pjesë kryesore e kësaj mendësie politike që ka lëvizja vetëvendosje, zoti Kurti dhe të tjerë. Unë e kam thënë edhe në kuvend, ndoshta kanë dalë përtej LDK-s, në kontekstin e kryetarit kuvendit, kam thënë që nuk e votoj personat të cilët e kam përqas skenën politike, që i bjen personat me mendësi të tillë politike, që hyn edhe zoti Basha, dhe personat që e kanë blloku Prishtinën në ecjen e vet. Do më thënë njerëz të cilët e shohin skenën politike vetëm të koncentruar në personalitetin e vet, pa ndaj angazhim përtej në interesit partisë politike të vetën, kur ti e sheh vetëm përtej në interesit partisë, ti ke dobi edhe për shtetin, sepse pra po kthehem, nuk mundesh Prishtinën apo vetëm me pa komunat ku ti ke kryetarin e komunës dhe aty me sulmu me projekte, edhe ato projekte prap nuk kryen sepse nuk ka njerëz për me ju udhëheq ato projekte, por pjesën tjetër e dëmton në çdo pikë, edhe normalisht që këta nuk do të duhet të ishin kryetar kuvendi, dhe këtë e kam thënë edhe në media, që jashtë këtyre ndoshta mund të kemi ndoj vot, po jo për personat të cilët kanë mendësi të tillë politike. E zoti Basha është tipik që është edhe me deklaratat e tij, besoj që i ka e veçmas deklaratat që shkrimet që kanë qenë për pjesën e magjistraturës tij, nëse s'gaboj, sa i përket edhe koautorit që ka shkruar për Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës, që donatorët kanë qenë nga akter, që është e papranueshme, sepse edhe pse unë babën e kam themeluar LDK-s, kemi një kontribut në shtëpinë tonë, janë marrë 2 palë zgjedhje, kanë qenë zyrët e LDK-s, pra vijnë nga një profil politik që vjen nga LDK-ja, lufta e Ushtrisë Qëllimtare ka qenë edhe përkraje LDK-s në kontekstin e luftës, po jo zyrtare, edhe po veç realisht po s'jam autori, po ka autori, ka përgjegjësi. Dhe kërkoi falje dhe në fund kërkoi tha që të largohet ajo pjesë. A do të shkarkohet Dimal Bash? Shiqeni, ka autori, ka përgjegjësi, vetëm nëse është inferior ndaj
vetë personit ku bën shkrimin e tillë, apo nëse nuk e ka shkruar edhe është pjesë e një punimi të tillë, por në këtë kontekst unë kujtoj që ka përgjegjësi, sepse në fund ditës secili kemi përgjegjësi individuale, jo përgjegjësi tjetër, po individuale për çdo deklaratë dhe çdo opinion cilën ne e japim. Kjo ka qenë e papranueshme, kjo fyrje e cila i ka ndodhur një ndër faktorët kryesor që ne sot jemi edhe këtu ku jemi. E thatë si skeptik se mund të ketë institucionet të reja zoti Xhaferi deri në shkurt të vitit të ardhshëm. Lëvizja vetëvendosje disa herë nuk ka respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese. Keni deklaratë interesante kryetarit të LDK-s, Lumir Abdigjiku, tha braktisim institucionet kushtimisht dhe për dalë për protestu. Çfarë konkretisht bën LDK-ja? Po, në birë ne jemi prej shkurtit sa muj kalun. Do më thënë me mendësi të tillë të përjashtimit kuvendit, sepse tash faktor kryesor për zgjidhjen është i pari, me një numër jashtëzakonisht madh do duhet që të ketë reflektim karshi situatës. Me një situatë ekonomike në cilën jemi, me një situatë të institucioneve shtetërore në cilën jemi, neve nuk do duhet na mbete ndonjë variant tjetër, sepse shteti realisht është duke shku në humner me mendësitë e tilla politike dhe normalisht që do duhet të reflektonte dikush karshi një situatë. Heshtja nuk është zgjidhje, do duhet secili të merr rolin e vet, sepse situata në cilën jemi është e papranueshme. Shiqeni ne kemi edhe zgjedhje lokale, edhe popullata është lodh prej zgjedhjeve, është lodh prej mos zgjidhjeve, është lodh prej mos vizionit, edhe normalisht që kjo situatë nuk shkon pa kufi. Do duhet të ishte një stop në këtë proces edhe të vazhdo tutje. Këta e kanë pa komoditetin edhe në pjesën ku nuk kanë askujt i raportojnë, sepse kuvendi në një farë forme nuk është funksional. Kemi pra një qeveri që muj me thonë që një vjet nuk i raporton askujt, kujt kam i raportu, pra kur më deti nuk e ka pas në kontekstin e qetësisë së qeverisë, ndërsa kur më në situatë më të vështirë politike, ekonomike, strategjike, politike, nuk kemi qenë si Kosovë, dhe kjo normalisht që është e papranueshme. Unë menoj që pas këtyre zgjedhjeve ose do duhet të ishte reflektim, ose do duhet shkonim në proces zgjedhor, ose do duhet të kishim protesta, sepse nuk do të mund të esnim në këtë rrugë cilën jemi. Jemi në një rrugë pa kry. Zoti Xhaferi, afër 12 tetorit jemi. A i mban lidhja demokratike e Kosovës komunat me të cilat qeveris aktualisht? Po, unë besoj që komunat ku qeverisim normalisht do t'i mbanim, duke pa një 5 vjeçar të kësaj qeverise, duke pa që këta normalisht që nuk e kanë zhvillimin e vendit si prioritet, ma shumë ju kujtohet në kohën e kryetarit Isa Mustafës ato sa landë gjyqësore, sepse me problemet të tilla mirën, pra nuk mirën me të ardhmen, po mirën absolutisht edhe në fund nuk doli asgjë në këtë. Kështu që këta mirën me këtë format, do të thonë nuk mirën me zhvillimin e vendit, por mirën me të kaluarën e njerëzve, dhe në këtë kontekst unë kujtoj që secili të duhet ta kishte piksunimin e ecjes përpara, jo të kthimit përmas. Në këtë kontekst kujtoj që edhe puna ku LDK-ja ka qenë, unë kujtoj që ka qenë një ndër punë më të mira të ecjes përpara, edhe përveç kësaj unë synoj që ne do të marrim edhe komuna të reja. Jemi jashtëzakonisht mirë në shumë komuna dhe unë besoj që po shoh që tash kur flas këtu normalisht që ndoshta preken shumë komuna të cilat mund të jenë mirë, po ne nuk mund t'i
nuk mund t'i themi Gjilanin e shoh jashtëzakonisht mirë, po Dujevën e shoh jashtëzakonisht mirë, e shoh Suarekën jashtëzakonisht mirë, e shoh Ravecin, domethënë me radhë Gjakova është mirë. Pra shoh shumë procese të cilat mund të ndodhin, ndryshime të cilat mund të ndodhin edhe do duhet të ndodhin, sepse mendësitë të tilla, cilat janë sot, janë jashtëzakonisht jo të mira për qytetarët ku vim. Nëse kemi hapësirë, mund të elaboroj edhe disa investime, për shembull që po marrim Prishtinë. Prishtinë, zoti Xhaferi tha që i mbani këto komuna, që realisht në kupton se përparim Rama do të jetë edhe një mandat kryetari i komunës, që i bie që nuk do të kërkoj punë, që është Albin Kurti në Vjeshtë. Po, unë e përmenda unazën e kryeqytetit. Do më thënë, ne kemi pas në Prishtinë bllokadat mëdha nga Hekuran Murati sa i përket buxhetit. Kemi pas bllokadat mëdha edhe sa i përket ministrit Çeko, i cili është edhe kandidat për Prishtinën. Tash, po të isha unë, zoti Çeko, nuk do të kisha konkuruar në Prishtinë për shumë arsye, sepse po t'i përmendi disa projekte të cilat janë bllokuar në Prishtinë e pikërisht për inate politike. Platforma Pallati i Rinisë me Arbrin, do të thonë nuk e prek kërkon institucionin e ishulli urban. Nuk e prek askund pjesën e Pallatit të Rinisë sa i përket pallatit si pjesë e mbrojtjes së monumenteve. Do të thonë, realisht do duhet të ishte shumë bashkëpunuese. Flasim për një komision prej 3 vetave, të cilët duhet ta nënshkruanin pjesën e një lidhje të pallatit. Ashtu kështu, unë jam inxhinier me profesion, bëhet një fushë dilatuese në mes pallatit, pra dhe nuk e prek realisht as pallatin, po ja jep një zhvillim komplet pallatit të Rinisë. Pra prej një situate në cilën jemi, secili qytetar i Prishtinës në të shkon e sheh që aty përveç disa çifteve që shkojnë edhe mbeturinave të cilat janë aty, ajo pjesë është komplet e pazhvilluar, e normalisht që kjo do t'ja jepte një zhvillim shumë të madh, sepse mijëra banor të Arbrisë nuk do ta preknin komunikacionin ekzistues, por mbi rrugët ekzistuese do të tash projekti tjetër është Recep Luci. Vazhdimi i Recep Lucit është bllokuar sepse qenë ka në monument Ministria e Kulturës. Shiqeni, do më thënë, te Recep Luci në pjesën e poshtme, shiqe dhe në pjesën e sipërme e cila është e bllokuar. E shohim sheshin Gjergj Bush. Në katastrin e komunës Prishtinës, kërkun nuk shënojnë këto monumente të mbrojtura. Pra, si komune e Prishtinës, ne kemi vënë projektin, kërkun nuk shënon që grandi është në mbrojtje të monumenteve, sepse ne e marrim raportin prej katastrit komunës Prishtinës. Pra, Ministria e Kulturës as nuk i ka mbrojt këto monumente që me thonë në katastrin filan parcela është mbrojtje të monumenteve. Apo mirët me një plan i cili do të ndodhë. Nuk mirët me, do më thënë, lejet nuk lëshohen për shkak situatës në cilën jemi, por do të ndodhë. Nuk guxon me institucionet e shtetit, me ndonë. Në fund të ditës, sheshi Gjergj Bush vetëm ja rrit vlerën këtyre monumenteve. E kemi pastaj në pjesën e rrugës Agim Ramadani. Kur kemi qenë në Ministrinë e Infrastrukturës, unë kam qenë këshilltari i ministrit atëherë s'ka qenë LDK-ja në pushtet, shpimet gjeomekanike ja kemi bo në nënkalimin Agim Ramadani prej ministrisë. Sepse e shohim ecjen Prishtina nuk mund të ecë nëse nuk ka bashkëpunim institucional. Edhe pikërisht e kemi fitu Prishtinën sepse nuk e kemi pa ne ndasin komun, nivel qendror, bllokad në tona anë, sepse vetë formati i qeverisjes e vyn i nevojitet një bashkëpunim dhe koordinim me institucionet nivelit qendror dhe nivelit komunal. Edhe po të kishte mbetje arkeologjike, janë formatet se si konservohen ato. Nëse gjatë rënimit, ne kemi pas planifiku që të ketë senzor aty, dhe gjatë gërmimit, shohim që xhamia po fillon të dridhet, senzorët të lajmërojnë, edhe normalisht të ndalë punën në gjenë mekanizmat të tjerë të punës me dorë, apo edhe format të tjera cilat nuk e këto mendësi
cilat vinë prej një ministri qeko e tash kandidat për kryetar Prishtinën, nuk e di ku mundet me pa veten në kandidim për kryetar Prishtinës me tën këto blokadat cilat i ka bo, apo e kemi edhe lojrat olimpike, ku nuk ka asnjë koordinim me komunën e Prishtinës. Ne kemi bo projekte detale atje në kodrën e trimave, që janë miliona, sepse ajo jep një zhvillim edhe kodrës trimave, ndërsa këta, me qenë se kemi bo projektin, nuk dojnë me pas projekt prej dikuj tjetër, edhe fillojnë me mendu alternativat të tjera të shpërndarjes të lojrave olimpike, a Prishtina është një këqer i lojrave olimpike. Pra, mendësi të tilla në be, nuk janë mendësi që duhet të përkrashen, edhe për këtë arsye, po them që LDK-ja e ruan edhe komunën e Prishtinës, sepse nuk ka kandidat potencial i cili i del mballë pjesës Ramës për kryetar Prishtinës. A ka gabime? Ne njerëz jemi, gabojmë, s'po them që nuk ka gabime, por a ka zhvillime? Ka zhvillime. Do më thënë, thjesht nga njerë e marrë një shembull rrugën B në Prishtinë. Kontrata e asfaltimit rrugës B është kontratë e vitit 2009. Pra në kohën kur është nënshkruar në kohën e Isa Mustafës, për 8 vjet ka nejnë sirtar të lëvizjes vendosje, një kontratë që 70% ka pas rrezik që të mirët për shkak mos ekzekutimit, i kemi marrë, i kemi zgjidhur problemet pronësore dhe kemi asfaltuar sot atë pjesë. Pra mendësi të tilla, cilat vetëm e bllokojnë edhe miliona të derdhura sikur 85 milionë donacion për unazën e kryeqytetit, sikur rruga B që ka mujt 70% me nejt edhe me marë kompania për shkak domeve, ne kemi zhvillu edhe kemi ecë. Njëjtën format e kemi pas unazën e kryeqytetit. Nënshkrimi i unazës brendshme ka qenë i nënshkruar në kohën e Shpendit, pra nuk ka ecë, sa kemi qenë ministri, kemi zgjidhur problemet pronësore, edhe sot mund të shohim për një muaj apo një muaj e gjysmë mund ta shohim unazën e brendshme. Në këtë kontekst, jemi krejt në fund. Në këtë kontekst po duam të fol edhe për Gjilanin. Këto deshta, mi përmende disa komuna që LDK mundet mu rikthy, për shkak ma përmende. Ka dhe të tjera, po për shkak korrekcisë. Ma përmende Podujevën, Gjilanin dhe disa komuna të tjera. Suareken, Ravecën dhe të tjera, Gjakovën. Pse duhet Arber Ismaili me qenë kryetar i ardhshëm i komunës Gjilanit? Tash Arber Ismaili vjen me një eksperiencë jashtëzakonisht marrë dhe në fushën lokale. Pra, njerë shef i kabinetit, njerë nën kryetar i Gjilanit, sa kemi qenë në ministri, kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, me thonë të drejtën, edhe sa i përket kryetarit atëherë Aziri, edhe Arbri, të në kohën kanë thirrë ministri për projekte cilat duhet mi ndodhë Gjilanit. Për shembull, vetëm në kohën sa kemi qenë ne ministri nivel lokal, ka nis punën rruga Gjilan Prishtinë, ka nis punën Gjilan Klokot, ka nis punën Gjilan Kamenic, kemi kriju unazën e Gjilanit, projektin e unazës Gjilanit, kemi asfaltuar në qendër Gjilanit me rrugë, me kontratat ministrisë, komplet rrugët kryesore. Pra ka qenë një angazhim për projekte të Gjilanit. Pra njerëz të energjik do duhet i ktheheshin komunës. Unë vetë kam qenë drejtori investimeve në Prishtinë. Don një dinamik të jashtëzakonshme, nuk don një person i cili flan, domethënë për projekte dhe qohet mas 4 vjetëve po filloj me punu. Kjo don punë sistematike. Arbri e ka këtë eksperiencë, edhe unë kujtoj që Arbri me eksperiencën e tij ja kthen Gjilanit një frymë të angazhimit, frymë të punëve në terren, e kjo mas mirti i shkon për shtati qytetarëve. Unë besoj që qytetarët e Prishtinës, Gjilanit edhe këtyre komunave e kanë mundësinë me votu njerëz punëtor. Njerëz që nuk e shohin politikën nacionale në kontekstin e bllokadave, në kontekstin populist, por e shohin zgjidhjet e problemit të qytetarëve me të cilat probleme mirën. Çka sot ka fitu Gjilani, sot nuk e autostradën e Gjilanit nuk e ke në funksion. Rrugën që e përmena Gjilan-Prishtinë kanë bloku, faktikisht e kanë ndërprej para 2 muajsh. Imagjinoj, 5 vjet kanë qenë në pushtet në nivel qendror, nuk kanë qenë në gjendje me përmbyll një projekt të tillë. Rruga Gjilan Viti s'di sa herë është dëmtu edhe normalisht është bëu për faqe të zezë. Pra, unazën e projektit Gjilanit e kanë pas kur nuk kanë bëu iniciativa në vazhdim për të, edhe normalisht që kjo do duhet të denosh. Stadiumi i Gjilanit, po ashtu ka mbet peng 5 vjeçar apo sa vjeçar për Gjilanin. Normalisht kjo është e papranueshme. Unë mendoj që në këtë kontekst Arbri ka një ekip jashtëzakonisht mirë, ekip profesional me eksperiencë, edhe do duhet të ishte kryetari i Gjilanit.
Zoti Xhaferi, faleminderit shumë për kohën. Kënaqësi që jam këtu dhe njerë falenderojmë qytetarët që nga njerë edhe po kanë durimin me na ndëgju sepse janë të lodhën nështë edhe prej politikës, po më kujtoj që do duhet të ishte një energji, do duhet të fillonte një energji e re për këto ndryshimet cilat do duhet vinin në Kosovë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit për